A e pa se që ndodhi sot Shqipëri për herë të parë apo se patmë? Besoj mbani mend gjithë ato pamje dramatike nga protesta e fundit të opozitës, ku te parlamenti pati një përplasje shumë të fortë midis protestuesve dhe forcave të policisë. Ato pamje kanë bërë xhiron e botës sepse nuk është se ndodh për ditë që një operator në një televizioni të përfshihet nga flakët gjatë detyrës së tij. Unë jam vetë kameraman dhe di shumë mirë se çfarë heqim ne dhe familjet tona, ditët që ka protesta, që ta dini ju edhe unë jam plagosur në kokë në protestat opozitës. Kam përfunduar në spitalin ushtarak dhe doktorët më kanë bërë një operim me 3 të qepura për të ndaluar gjakderdhjen. Aldo Kashri atë natë ka qenë në detyrë duke filmuar sipër makinës së News 24, por një molotov i hedhur afër tij ka shpërthyer, duke mbuluar operatorin komplet në flak. Kameramanët e të gjitha mediave sot vendosin që të protestonin sipas mënyrës së tyre, jo me pankarta dhe as me të bërtitura, po thjesht vendosin që të ulin kamerat në tokë dhe refuzuan që të filmonin deputetët që po kalonin aty. Në këtë mënyrë të gjithë kameramanët zgjodhen të mos bëhen pjesë e një realiteti të rem, sikur asgjë s'ka ndodhur dhe sikur para disa ditësh një koleg i tyre nuk u përfshi nga flakët.